Megjithatë, zoti Kume, duket se në Shqipëri problematika nuk qëndron ndoshta vetëm në hartimin e ligjit që patjetër është këtu pika e nisjes që duhet ketë një ligj të mirë dhe të saktuar mirë, madje theksohet jo me akte nënligjore, por të jetë e saktuar qartë në ligj, ndoshta edhe me zbatimin, çfarë po bëhet në këtë drejtim, në kontrollin për zbatimin e ligjit sa më mirë. Atëherë, ligji ka në vetvete aspekte nga më të ndryshmet, duke filluar që nga ato nenet që sqarojnë konceptet që përdoren në ligj dhe deri fundi fare i tij, pra kur vendosen dispozitat lidhur me penalitetet që bëhen para ata që nuk zbatojnë kërkesat e ligjit, të cilat që të gjitha janë të rëndësishme dhe për të gjitha duhet bërë kujdesje dhe të mbahen sy të hapur për të parë se sa dhe si zbatohen. Pra, zbatimi i ligjit është shumë i rëndësishëm për suksesin e asaj që ka synohet të realizohet, dhe për këtë gjë mjafton të themi vetëm kaq që unë e them në mënyrë të përsëritur sa herë që bie rasti se ligji është vetëm kusht i nevojshëm dhe që ta realizojë objektivat e tij duhet edhe pjesa tjetër mjaftueshme, pra vullneti dhe këmbgulja për ta zbatuar ligjin.